Akti normativ për ndotjen akustike nxjerr çdo mbrëmje policin për të detyruar lokalet të ulin nivelin e muzikës. Të gjitha lokalet e Tiranës, por sidomos ato të ish bllokut, një nga zonat më problematike, për sa i përket zhurmave në orën 12, ashtu siç parashikon dhe ky akt normativ, ka vendosur të ulin zërin e muzikës. Ne jemi shumë të vendosur për të shkuar këtij akti normativ deri në fund. Siç e shikoni janë gjithë këtu prezent, policia e rendit, policia bashkiake, inspektorët. Do të monitorojmë jo vetëm thjesht zbatimin e orarit, por edhe gjatë kohës që do të punojnë. Ne jemi shumë të kujdesim për të bërë monitorimin për sa i përket nivelit kufit zhurmave. Sanksionet do të jenë maksimale, nuk do të ketë më vetëm thjesht gjoba, por do të shkojmë deri në sekuestrimin e të gjitha atyre implanteve dhe pajisjeve që gjenerojnë zhurmë. Task Force, e cila drejtohet nga prefekti i Qarkut, do të monitorojë të gjitha baret, të cilat në ditët e javës do të ulin nivelin e muzikës në orën 11:30, ndërsa në fundjavë ky orar shkon në 12.